أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد Të gjitha lavdit, falëndërimët janë vetëm për Zotin ton, Allahun subhanahu wa ta'ala. Zotin tonë falenderojmë për ti falje dhe udhëzime kërkojmë, ndërsa salavatet dhe selamet për shëndetit më të begatta mbi pejgamberin tonë të dashur Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, shokëve të tij besnik, familjes së tij të pastër dhe çdo musliman i cili shkon pas rrugës së tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, elusim Allahun xhelle xhelalu që Zoti jon te bareke ve teala na i pranon veprat e mira në këtë muaj të begat të shenjtë Allahu te bareke ve teala. Vetë na mundson që t'i mbushim këto çaste dhe këto minuta me vepra të cilat bëhen shkak për hyrjen tonë në xhenet. Allahumma amin. Pa ndonjë parahyrje, do të vazhdojmë me lein Allahu te bareke ve teala mbi moralin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, karakterin e tij, sjelljet e tij në familjen e tij. Në ligjëratën e kaluar folëm për jetën e përditshme të pejgamberit ton alayhi salatu wassalam me familjen e vet, me gratë e veta. Dhe ajo pjesë është shumë e rëndësishme për muslimanin që të merr mësim, të merr irnek nga pejgamberi alayhi salatu wassalam, që jetën bashkëshortore me gruan e tij, me vllatë e tij, po në veçanti me familjen e vet, me gruan e vet, të jetë një klimë e cila është klimë e lehtë, sikur pejgamberi alayhi salatu wassalam vetë mundohet që t'i zbaton ato që i dëgjon nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për skaj të zbavitjes dhe argëtimit dhe jetës së lehtë të pejgamberit alayhi salatu wassalam me gratë e tij, nuk mungonte ajo e cila është më e rëndësishmja në jetën bashkëshortore, dhe ajo është tërbia dhe mësimi dhe përcjellja e fesë Allahu te bareke ve teala te gratë e veta. Andaj sot do të flasim me lein Allahu te bareke ve teala për anët e mësimit dhe tërbijës dhe se si e edukonte pejgamberi alayhi salatu wassalam gratë e veta. E që kjo pjesë është më e ndihshmja tek familjet. Pra ne gjejmë shumë burra, ndoshta megjithse askush nuk e mrin moralin e pejgamberit alayhi salatu wassalam, mirë po ka njerëz të cilët janë komod me gratë e veta, janë të sjellshëm me gratë e veta, ndoshta edhe kanë prej zbavitjes dhe argëtimit dhe harmonisë ndërmjet veti, mirë po e gjenë të mangët në përcjelljen e mësimeve. Pra ai si burr nuk merr rolin e edukatorit dhe mësuesit dhe pedagogit dhe atij i cili përcjell moralet tek familja e vet. E ne do ta gjejmë pejgamberin alayhi salatu wassalam të plot në këtë çështje. Andaj sot do të mundohemi me lein Allahu te bareke ve teala të shohim si edukonte, në çfarë forme edukonte dhe sa ishte serioz alayhi salatu wassalam që gratë e veta të jenë model të fesë, të nanave të muslimanëve dhe të jenë gratë të cilat do të jenë irnek për gratë të tjera të muslimanëve. E para me të cilën pejgamberi alayhi salatu wassalam i ka edukuar gratë e veta, cila ka qenë në Kur'an të ndëruar vëllezër, dy shtilla të imanit vijnë gjithmonë të theksuara. Për shembull, ne në Kur'an e gjejmë imanin në Allahun, imanin në ahiret, imanin në melaçe, imanin në libra, imanin në të dërguar, imanin në kader. Këto janë shtyllat e imanit. Mirë po kur e gjejmë Kur'anin, cilat i thekson, dy i thekson. Gjithmonë dy i thekson. Apo andaj ka qenë e njohur në kohën e pejgamberit alayhi salatu wassalam se kush i ka theksu këtë të dia, o llogaritse o të kuptoj imanin. Andaj dhe hipokritat kur kanë ardhur te pejgamberi alayhi salatu wassalam, çfarë i kanë thënë? Besojnë Allahun dhe ditën e llogarisë. Në surën Al-Baqara, fillim surës Baqara e kije, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir. Dhe ka për njerëzve që duke aktruar rolin e huaj, thonë ne i besojmë Allahut dhe ditës së fundit. Pse vjen Allahu dhe dita e fundit e theksuar në Kur'an? Nga se kanë thënë dietarët, për ta realizuar qëllimin e Allahut, s'ka mundësi praktike as teorike nëse e largon llogarinë, përgjithësinë. E me çka i edukonte pejgamberi alayhi salatu wassalam gratë e veta? Me mësime të shumta të fesë, me një pajisje, me një mësim shumë të rëndësishëm.
Cila është ajo? Pas Allahut. Normal, pas Allahut dhe besimit në Allah, cila ishte përgjithësia. Mone men, krejt feja e Zotit, krejt imanin Allah, po e heke përgjithësien, krejt bje. Do më dhanë, një njëri nuk është i përgjithshëm, nuk do me dhanë logari, nuk e di që ka më morë në logari. Ky, edhe nëse duket besimtar, her do kur do, o e mere me tonë logarin, edhe përgjithsin, ose i bje imani. Ose i bjen imani. Andaj ka ardhur shumë hadithe nga pejgamberi alayhi salatu wasallam se s'ka imana i cili s'ka emanet. S'ka imana i cili s'ka përgjithsi. Andaj pejgamberi alayhi salatu wasallam familjen e tij e edukonte me këtë parim, të cilin ja tha edhe krejt muslimanëve. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha sa'ilun kull ra'in amma istar'ahu a hafidha dhalika am dayya. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasallam duke e rëndit do më thonë hierarkin e mësimeve në familjen e vetë. Tha Allahu Gjelle Gjelalu do ta merr në pyetje si cilin kujdestar për ato që ka i ka pas në kujdes. Kanë thënë komentatorët e hadithit, pi ma i të madhit deri te ma i vogli, pi të ma të madhit deri te ma i vogli, pi te sultani deri te ai i cili vetet edhe për diçka shumë të vogël, deri te punëtori më i thjesht për xhilpanën. Nëse dikush të ka thënë maje çka xhilpan, amanet e ki, ka me vet Allah, a ja ke majt, as ja ke majt, si ja ke majt, e kështu me radhë. Andaj tha alayhi salatu wassalam, s'ka ndonjë i ngarkuar me përgjithësi, vetë se Allahu ka më bërë pyetje. E ju e dini se me morën pyetje njerin, oran. Kur e merr baba në pyetje e vladin, kur të morrin pyetje dikush, kush do qoftë, apo përpara kur i kanë morë komunistat në pyetje muslimanët, o llogarit si bar, apo marrja në pyetje e madhe. E Allahu xhellahu e mësoi pejgamberin alayhi salatu wasalam që edukimi të nisë piktu. Mësoi një herë se do të mirën llogari. Pra ti si burr, kallzoj grujës se unë përgjigja për tyje. Unë përgjigja nëse si ti në rregull. Në kuptimin nëse unë nuk përcjellej të ti mësime, e pastaj ti çfarë bën me ato, është llogaria që ai për para Zotit te bareke ve teala. Tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, do ta pyet Allahu, a e ke rujt kujdestarin, a e ke hum? A e ke rujt, a e ke hum? Derisa do ta pyete Allahu xhel xelaluhu burrin për gruajën e vet. Derisa do ta pyet Allahu te bareke ve teala burrin për gruajën e vet. Domethënë nalet burri dhe gruaja për para Zotit xhel xelalu. Për krejt llogarit çka jep, e vetë Allahu me gruajën si ja ke bë. A e ke duku? A e ke bë tërbije? A e ke vendos në shtylla dhe rregullat dhe parimet e Zotit te bareke ve teala. Kjo është parimi i parë me të cilën pejgamberi alayhi salatu wasalam i ka edukuar gratë e veta. Pra ju ka kallëzu se unë merrem llogari për juve. Edhe ne si burra dhe si cili që është i martuar, apo don me martu djalin, apo don me martu vajzën, mos ti kallëzoje se çka do të më bëj ajo prej kuzhinës. Ato mirën vesh. Apo mirë po kallëzoje se dush me rujt moralin, dush me rujt fejen, je i përgjithshëm përpara Zotit te bareke ve teala. Gjithashtu ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadith që ka dhënë Imam Buhariu dhe Imam Muslimi nga Abdullah ibn Omeri, ka thënë alayhi salatu wassalam, çdo njani pi juve është kujdestar. Ra'in, arabët ra'in i thënë çobanit i cili ruan dele. Mirë po ra'in i bje ai i cili kujdeset, se çobani kujdeset për delet e veta. Ka thënë alayhi salatu wassalam, çdo njani prej juve është përgjegjës. Shiko, feja s'ka në hajgaren fe. Nuk ka me ka përci gardhin tu ik. Jo, nalo. Je i përgjithshëm. Je i përgjithshëm. Pejgamberi alayhi salatu wassalam krejt fejën e ka ndërtu me përgjithësi. Me përgjithësi. Andaj një ditë për ditëve, kur u tregu për disa prej rasteve se njerëzit ka mundësi me kanë i paturpshëm apo nuk le gjurë në fjala e mirë të aj, çka tha alayhi salatu wassalam? Asi mos të dvejnë e marrë ma çka dush. Do më thanë, po u shkull marrja. E marrja çka? Nëse e zbërthen marrën. Për shembull ne kur i thojna një njeri shumë i vike marrë. Marrja është gjurmë, është efekt, pi ku buron, pi përgjithësisë. Për shembull kur ti se ke kry një detyrë, edhe e di se tash dikush ka me thonë, a se ke kryja, ti janë nis të kuq, janë nis gjenë marrë. E pse të vjen marrë? Se ti je i përgjithshëm. Andaj e përmenu ligjëratën e kaluar. Pejgamberi alayhi salatu wassalam çdo ditë ka qenë në moralin e tij
si beqarja e virgjër kur hi natën e dhëndris. E mlume me marre, i mlume prej marës, alayhi salatu wassalam. Andaj tha alayhi salatu wassalam, çdo njani prej juve është përgjegjës dhe çdo njani prej juve do të merret në pyetje për ato që i ka pas kujdestari. Ka me të morë Allahu xheva, ka me të vetë. Për gryën tane, për evlat të tu, do ta shohim te evlat tani jemi te gruaja. Do të vëse Allahu te bareke ve teala për përgjithësinë që e ke pas ndaj gryes tane. Pastaj thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, komandanti i cili është mbi njerëz, o prisi i cili është mbi njerëz, ai pyetet për popullin e vet. E ai i cili është përgjegjës vetëm për familjen e vet, ai pyetet për ta. Njëri thot, unë shqyqyr s'kam përgjithësi, s'kam ndonjë post të madh. A e keni gruje? Po, por çfarë kemi marrë llogari? A e keni evlat? Po, por çfarë kemi marrë llogari? Për dy kemi marrë llogari. Sa ki nën përgjithësi për ato mirës llogari. Andaj dietarët thanë se pejgamberi alayhi salatu wasalam e rregulloi klimën, atmosferën në familjen e vet me këtë metodologji. Cila është metodologjia? Duhet me e bartë në zemrat e grujës, e në zemrat e burrave, edhe në zemrat e kitë familjare. Ne jemi përgjegjës. Ne duhet me dhënë llogari si në dunja e në ahiret. Apo andaj një familje që në ta s'ka llogari, si di kush pi e kush ha, kush hi e kush del. Andaj njerëz e përdorin. S'ka bereqet në atë familje çka s'ka kujdestar. Apo s'ka bereqet në atë familje çka nuk vetet njëri. Shumë para më supozoje, sa që sharake i shduk, nëse ti e kini djalë 3 vjeqar, apo 5 vjeqar, edhe i du këshire birjem, unë e po t'i la ty parët të shpijës, me na gjëna ti, 5 vjet i ka. Apo, qa mundet me ndodhë me atë shpi? Mirë, kjo do këtë që sharake, po do njëherë njeri ban 50, po është si 5 vjeqari, se s'ka përgjithsi, së është i kalit, nuk o i gdhen, andaj i shep lot shtëpia, janë kaos, ka anomalit madhe, ka çrregullim të madh, pse? Sepse s'ka përgjithsi. Sviret kërkush llogari aty. Andaj pejgamberi alayhi salatu wasalam e ndërtoi familjen e vet me këtë pajisje. Tha kadale se na kena marrë llogari. Ai besojnë Allahu te bareke ve teala, dhe i besojnë llogarisë për para Zotit te bareke ve teala. A do kjo ka qenë tradita e pejgamberit alayhi salatu wasalam. E dyta, që pejgamberi alayhi salatu wasalam i ka edukuar gratë e veta. Pejgamberi alayhi salatu wasalam i ka shoqëruar gratë e veta në ajetet e mdhoja që ndodhin në univers. Pejgamberi alayhi salatu wasalam për dallim nga njerëzit e tjerë, sheh gjëra që si shohin të tjerët. Nin gjëra që si nin të tjerët. Atë ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, me ditë ju, çka unë e di, pe sherrit natës, e pe sherrit e xhineve, e pe sherrit shejtanëve, ju s'dilni kur natën me hezvet. Apo, me ditë ju, çka di unë, ju nuk keshni, po kani. Mirë po njerëz nuk e din. Apo, dhe ignoranca i ban me kesh, ignoranca i ban me uzbavit. Me dit ata çka i pret. Por shembull njeriu me dit, çish kam jamur shpirtin me leku i vdekjes, apo ai kur s'kesh. Allahu ja ka marrë këtë dije që të zbavitët, apo, dhe kjo për rahmetit Allahut te bareke ve teala. Pejgamberi alayhi salatu wasalam tregon njëra prej grave të veta, Ummu Salama radhiyallahu anha, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam një natë prej natëve u zgju i trishtum dhe tha, subhanallah, i madh është Allahu, i pastër është Allahu, sa ka zbrit Allahu prej begative, edhe sa ka zbrit Allahu prej fitneve. Që u ka zgju natën, edhe ka thënë subhanallah, sa e mira ka zbrit, e sa fitneja ka zbrit. Pastaj ka thënë, kush pitrazon këto gra që janë në përdhoma. Dhe përmendëm se pejgamberi alayhi salatu wasallam i ka pas 11 gra në jetën e vet, 9 gra për një herë, 2 i kanë ndek, tu kanë ai gjallë, 9 kanë ndek, pasi kanë ndruar jetë ai. 9 gra i ka pas rën në përdhomat e veta. Kur i ka zbrit njëra prej ajeteve, apo i ka lemruar Allahu se o të zbrit hajri madh edhe sharri madh, çai ka thënë? Ka thënë kush pitrazon, kush piçon prej xhumit, këta të cilat janë për gratë veta, që të falin namaz. Rubbe kasijetin fit dunja, arijetin fil akhira. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, sa e mbuluara këtë dunja, është e zbuluar në ahiret. Sa njeri këtu doket sikur është i mlum, nuk shihet pra te aje keqe, po në ahiret ndron muhabeti. Andaj pejgamberi alayhi salatu wasalam kishte traditë që madhështit që i shifte ai, ti shoqëron edhe gratë veta. Andaj çka tha, çunu falno. Në ti trazoje këto dikush, le të farem se ka ndodhur një madhështi në univers.
Dhe kanë thënë dietarët, pejgamberi alayhis salam me këta i edukonte që mos të rinë rahat. Ne të shoqërohen me atë çka e ndjen pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu pejgamberi alayhis salam për traditës së kishte, sidomos Ramazan, pasi që edhe jemi në Ramazan, ka ardhur nga Aisha radhiyallahu anha se pejgamberi alayhis salam kur ka ardhur Ramazani e ka shtrënguar rripin. Është përvesh mirë. Thot Aisha radhiyallahu anha e ka shtrënguar mizerin, ato pantallona që i kanë pas në traditën e tyre, dhe e ka gjallnu natën, ka fal namaz natë shumë. Edhe na ka trazu neve mu fal me ta. Thot, kjo s'ka qenë tradit me na trazu për namaz në file pos Ramazan. A gjatë ditëve jashtë Ramazanit na ka trazu e vetëm për vitër. Shiko për nësam si ka podollimin? Gjatë përditshmërive pejgamberi ka fal namaz. Ka fal. Pak para se mu afrue sabahu, i ka trazu gratë vetë, ka thonë, që në falë në vitrin. Pra ju falë në veç vitr, se vitri është, do më të disa prej djetarëve, vajib, si që është të medhebi Hanefi, e të tjerë është sunet i fuqishëm. Pra pejgamberi alayhis salam, vitrin e ka madhru shumë, jashtë ta 5 vakt namaz. Mirë po, thot Aisha, në Ramazan, na qojke për namaznate, që në falë në. Por shemull, burri në familjen e vetë. Nuk duhet me thonë, që unë ta pruna malin, vazhdoti. Jo. Malin ta pruna me hangër, po që me rabdes falu. Apo, i thu fëmijëve tu që falme. Se, kështu i edukon ata. Fëmija edhe familja duhet me ndjeje dikush që po i drejton ata. Po i menaxhon ata. Kjo ka qenë prej traditës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pra i ka nxit në adhurim shtesë në Ramazan. I ka nxit dhe i ka shtyje. E i ka trazu, ka thonë, në pi gjumit, e gruje falu. Kjo ka qenë Ramazan në file. Gjatë përditshmërive e ka veç për vitër. Ka thonë, fale vitrin. Pra nuk i ka ngarku me atë që e ka bëhaj sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu, pejgamberi alayhi salatu wassalam i ka edukuar gratë veta që mos të punojnë vepra që se knasin Allahu, që t'jenë sinqerta, që t'jenë transparente, që të buron vepra prej zemre. Dhe ne e pam ligjëratën e kaluar se gratë e besam janë në kuptimin gratë pejgamberit alayhis salam, po janë njerëz. Janë si gratë e botës në kuptimin e përgjithshëm, pastaj veçohen me disa veçori. E çka është në kuptimin e përgjithshëm? Xhelozojnë për burrin, rrokën si ortake, eksumeral, flasin fjalë, do ta shohim me len Allahu te bareke ve teala. E në një rast prej rasteve ka ndodhur që pejgamberi alayhis salam ka hyrë itikaf. Edhe e ka vënë si një lloj shatori. Përpara kështu i ka ndodhur. E ka ndrejsh një shator, edhe ka hyrë në itikaf. Nuk dal pi aty derisa të falë. Thot Aisha, e unë i kërkova leje, thash ja Rasulullah, a ban edhe unë ta baj një shator çështu edhe ti edhe unë në veti. Thot edhe më dha leje. Kur e morën vesh gratë të tjera, Hafsa, çika Omerit, gruaja e Pejgamberit, tha, ja Rasulullah, a ban edhe unë një shator? Kur ti jep parës, ajde edhe ti. E ndreqën edhe për ata një shator. Pasi asaj, Zejnebi, gruaja tjetër e Pejgamberit, tha, ja Rasulullah, Aisha, Hafsa, edhe unë e du një shator, me boj itikaf. Shikoni, me boj itikaf, mu fal për Allahun te bareke ve teala. Edhe u banën 4 shatora. Kanë hyrë itikaf. Atëherë pejgamberi alayhis salatu wassalam u zgjuri ditë sabah dhe kishiri 4 shatora nga të vetit. Tash këtu janë 2 momente. Këto kanë kërkuar mu fal ti për jashtë. Mirë, po mëson ka pas frikë që a thu bash për mu fal kanë lip apo për diçka tjetër. Çka tha alayhis salatu wassalam? Al birra turidna. A veç për sevap i keni bosta? A jeni të sigurt që veç për sevap i keni bokta? A helbet në diçka tjetër? Çka kanë mujt diçka tjetër? Kanë thënë dietarët, diçka tjetër me nejt nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Apo me nejt nga pejgamberi alayhis salatu wassalam. Apo pasaj njëra, pasaj dyta, dhe ka transmetime se Aisha ka kërkuar leje e para që t'ju thoja atinve që mu mlen nga të vetit, juve s'ju le. E pasaj pësam i kanë edhe ata, edhe ka ndodh, ka po mësam diçka që nuk është në rregull, edhe ju ka thënë shkullni këtë shatora. Shkullni këtë shatora dhe ka dalë për itikafit alayhis salatu wassalam. Ka thënë inza'uha fala araha. Ka thënë shkullni. Se nuk jam të pa që keni po me sinceritet. Pasaj pejgamberi alayhis salam e ka shtyr itikafin. Në këtë hadith çka ka? Ka njerëzorja e grave të tyre,
Pra njeri dhe njëherë, për shembull thot, jam të falë për Allah. Se dia të falë për Allah, sa të falë për Allah. Ka mundësie e kanë nxit dosti, ka mundësie e kanë nxit tradita, ka mundësie e kanë nxit mahalla. A është për Allah këtë kërkush duke di? Pejgamberi alayhis salam kur e pa një nishan, alamet, që tu nuk është bash për Allah. S'është që ju keni dashur me si ti kaf me bë. Ju jeni dashur me porzi, pak i keni ato muhabetet e juve, çka tha shkuli. E çka thon dietarët? Çdo vepër e cila nuk ndërtohet mbi për hir të Zotit, ata o shkulen mbi dunja o të ban zarar në ahiret. A sa vepra na duhet mi shkulen këtë dunja? Na ka mundësi, duhet në ahiret mu përgjigj për aktrimet tona. Allah i thot çeta se ki bë për mua, çeta se ki bë për mua, çeta se ki bë për mua. Sa vepra, Allahu na pastron veprat tona dhe zemrat tona. Ebu Huraira radhiyallahu an, kur e ka kallzuar një hadith gjatë, hadith Sahih Buhari, sa që ka kallzuar këtë hadith i ka rënë fikt. Cili është hadithi? Thot Ebu Huraira radhiyallahu an, e kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se zjarri tusar kallat. Tusar i thonë sikur shkrep, sikur e merr me kall. Apo në kuptimin alegorik, zjarri është i kallët, xhenemi është i kallët, Allah na ruaj. Thot Ebu Huraira, e kam dëgjuar pejgamberin alayhis salam duke thënë, zjarri kallet me 3 njerëz. Tut 3 çto njerëz janë shtylla e shoqërisë. I pari për tyre dietari, alimi. Ka tasmetim ai i cili lexon Kur'anin, e njeh Kur'anin. Ebu Huraira kompjutere, andaj ka rrot fikt. Të e kallzu, i ka rrot fikt. Ka thënë ai i cili mëson Kur'anin. I dyti, ai i cili lufton rrugt të Allahut. Po shumë para më ka dalë njëri me shpatë, me armë, pi për jashtë kishe për Allah. Thot për mësam me qëta kalët zarmi. Edhe i treti, o njeri u konë shumë i gjymert, shumë fisnik, shka i thonë sot human, dhe me kinimon njeri. E Allah u gjatë të treti nëzirë për para vetit. Edhe i thot këti alimit, ti qa ki ba për muë? Thot o zotë Kuranin e kumësu, kumë përhap, dije, e ja kumësu njerëzve. I thot Allah u gjelluala, rrejte, se ti s'ke mësu për muë, ti ke mësu me të thanë alim, të kanë thanë hinë gjenem. Ti e ke morat që e ke lip. Shiko sa e rëzik. Andaj e vorejna të fik të binte. I dyti, a i cili ka luftu rrugt Allahu. Allahu gjë i thot, ti që ki ba për muë? Thot, o Zot, kum luftu, dërsa kum dek për tyje. A mund të përëmëni? Ka ndru jetë. E ka dhon shpirtin, pi për jashtë, duku të sikur për Allah. Tha Allahu gjë, rrejte. S'ke luftu për Allah. Ke luftu me thonë trim, azgan. Të kanë thonë, hinë gjenem. Edhe i treti, thot, që ki ba Allahu gjë për muë? Thot, s'kam lanë vend pa shpërnda sadaka. Këtë i kam një muë. Ama i kum zërë në kamera. Ama i kum ranuë. Ama shka si kum ba? A i thot, këto i kum ba për Allah. Allahu gjë thot, këdhept, rejte. I ke thanë me thani gjymert. I ke thanë se ti shumë ju jep njerëzve, edhe e ke morat nam. Këtë e kanë ditë se ti jep. Ajde në gjenem. Qka ju tha për mësam? Inze uha, shkullja të shatora. Sa shatora na do të mi shkull? Sa venet që ne kemi bo vepra në to, ne kujtojna se për Allah. Andaj tha Sufjan e Thauri, me punu për Allah shumë e ranë. Sepse nefë si e lip hisën e vetë. Ti, si njeri, e lip hisën tane, me ta dit njerëzit, me të respektu njerëzit, me dit se ti e ke bo qatë vepër. Andaj tha pejgamberi alayhis salatu wassalam, shkullni ato shatora, edhe pikujna ka ardhë kjo, do më thonë, jo qiltërsi për i gravet pejgamberi sam. Aisha, Hafsa, Zejnebi. Apo, nësa kjo Zejnebi do të ashojme lejnë Allahu të barek e vëtjala. Kjo Zejnebi ka qenë prej grave ma dhëruset pejgamberi s.a.s. Mas shumë di badet që ka po. Me gjitha ta për mësam tha shkulle. Andaj, shpesh herë, ne bojnë vepra. Mirë po për mësam, thote, jo, bane për Allah, musullat. Andaj tha njëri djetarëve të Irakut, Ibn il-Gjauzi, tha, si mëstjeshi sinqert musullat. A i se ka për qëllim milan punë, po ndreqe sinceritetin. Bani veprat për Allah. E lusë që Allahun që Allahu t'i pasran zemrat tona. Kjo ka qenë prej traditës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu pejgamberi alaihi salatu wasalam i ka edukuar gratë veta që të kërkojnë mbrojtje prej Allahut prej të këqijave. Një ditë për ditëve thot Aisha radhiyallahu anha, më mor pejgamberi alaihi salatu wasalam për dorë. Apo dhe ka qenë prej traditës së dhëmshur dhe rahmetit që e ka pas pejgamberi alaihi salatu wasalam. E ka kap Aisha për dorë dhe ka thonë ajde me mua. Edhe u kon nata, ka dal Hana dhe ka bo me isharat për nësam. Ka thonë këshira Hanën. E ti ka thonë, o Aisha, ista'idhi billah min sharri hadha. Ka thonë, kërkom mbrojtje prej Allahut nga sherri që sajna. Ka thonë, fe inne hadha hua l'ghasiku idha waqab.
Ka thonë sepse kjo është ai ghasik, është ai domthon mbulusi. Apo idha waqab kur merr domthon kur përhapet. E lexoni surën Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas. Si përfundon kjo? Qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab. Çka është ghasik? Është një sherr që ka përhapet. Dietar kanë thonë nata është. Se sherri bëhet natën, krimi bëhet natën, zinaja bëhet natën, këtë sherrët bëhen natën. Ditën njerëz nuk bojnë sherr. Edhe mbafshin me doza të caktuara. Natën bëhet sherri i madh. E pensam çka i tha, a di çka është ky sherri? E bën isharet ka hana. Thon dietarët, hana nuk është sherri. Sherri janë nata. Ka thonë pse i ka bën isharet ka hana? Sepse hana është alamet i natës. Hana është alamet i natës. Apo e kjo çka argumenton? Argumenton se pejgamberi alayhis salam ishte i kujdesshëm që gratë e veta ti mësonte të kërkojnë mbrojtje. Cili për neve i ka thonë gryes vet, kur ti ish shtëpi, thuaj kështu. Kur dish pi shtëpi, thuaj kështu. Kur ti ish nevojtore, thuaj kështu. Apo ja jap një libër me mësue. Kur të hajsh bukë, thuaj bismillah. Kur ta krish, thuaj alhamdulillah. Apo kur vjen nata, thuaj a'udhu billah. Kur ka ploje nata, ka thonë alayhis salam, mbledhni fëmijët se shpërndahen shejtan. Kur vjen kjo nata, pse? Se natën shpërndahen shejtan. E ka mundësi e godet fëmijën, edhe i bën sherr. Sa prej fëmijëve devijojnë, degradojnë nga prekja e shejtanëve. E pastaj thot, ky miru kombe, tamam u kom, pse e murdhën e keqe? Se asnjëherë nuk i ka thonë, thuaj a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Lexoje me prindin o me babën, a me nanën, lexoje këtë sure, të mbron Allahu te bareke ve teala. Lexoje ajetin Kursi. A i tha Aishës radiallahu anha, megjithse shiko, Aisha, çfarë gruaja është? Ajo i di këto ajete. Ajo e lexon surën Qul a'udhu birabbil falaq. Mirë, po pensam dashni mjaft teksu. Thuje a'udhu billah pi çiti sherrit. Thuj a'udhu billah prej këtij sherri. Kjo ka qenë prej traditës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prej traditës pejgamberit alaihi salatu wasalam ka qenë edhe se pejgamberi alaihi salatu wasalam i ka mësuar gratë veta me bë dhikr shumë. Me bë dhikr shumë. Mirë, po ka qenë i kujdesshëm që t'i mëson fjalë të lehta. Në ditë prej ditëve, tregon gruaja vet Juwairije radiallahu anha, thot, në ditë prej ditëve dul pejgamberi alayhi salatu wasallam me fal sabahin pite une. E ka pas rënë te une, edhe ka dalë me fal sabahin. Pasi u kthie, kur ka qenë domodin koha e duhas pasi të kaloje dielli, pasi të linde, edhe ka ardhe ka gjetë gruën vet të bëj tesbih. Të bëj tesbih. Edhe i ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, ala je çashtu si shlasha, të bëj tesbih? Edhe i tha gruaja vet, po ja Rasulullah. Do të pisë që dal ti, ku më nis me bëj tesbih, po bëj tesbih. I thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, unë i kum thon 4 fjalë. Një fjali e cila është me 4 fjalë. 3 herë. Sikur ti thoje ti ketë që to shka i thave tanë ditën, fjalët e mia janë më të mëdha. Ja kishin kalu. Por fjalin çka unë e kum formulu. Por madhrim ndaj Allahu xhelala, tanë ditën ti më thon, çështu shka i do thon tesbih, se ka ardhur transmetim, ka thon subhanallahu alhamdulillah, edhe dhikra të njohura. E çka ka thon pejgamberi alayhis salam? Ka thon thuaj kështu. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Kjo është te muroja e muslimanit. Dietar kanë thënë e para çka mirë nga kjo hadith është se pejgamberi alayhis salam i ka mësuar gratë veta me botë tesbih. Apo i ka mësuar me botë tesbih. Pastaj ka dash më u lecu, ka thënë ka dalë të kazoj një fjalë, tan ditën me botë dhikr të mjafton çto 3 fjali. Lecim. Thuaj se ta është lecim. Dhe e kemi përmendë se pejgamberi alayhis salam donjëherë Allahu xhelai ka treguar fjali të cilat po thuan e mbulojnë dikant çka thot tan ditën diçka tjetër. Pse? Sepse në ato fjali ka përmbajtje dhe domethënie të cilat nuk i përmbajnë këto tjerat. Andaj çka domethën kjo dua? Domethën i madh është Allahu, edhe i pastër është Allahu dhe falënderimet i takojnë atina. Sa i takojnë? Sa numri i krijesave. Sa ka krijesa çashi i takon falënderimi edhe më tepër. Wa ridha nafsihi. Allahu ti takon falënderimi derisa të kënaqet. Derisa të jetë razi, a thënë ana Allahu razi. Çka është domethënë Allahu razi? Pra o Zot, falenderoj derisa ti jesh razi. Derisa ti të kënaqesh. Ka thënë wa zinata arshihi, dhe Allahut i takon falënderim i ran sa ranon arshi i tij. Sa ranon arshi i tij,
s'ka në univers krijesë më të rëndë se arshi. S'ka në univers krijesë më të rëndë se arshi. Apo krijesa më e rëndë që e shoh në cila qiella, e cila është përplot orbita dhe planete. Apo e më e rëndë se kjo cila është arshi Allahu xha. Mbi ta është Allahu xhelalu ala. Mbi ta është Allahu te bareke ve teala. 8 melaçe të mëdha e mbajnë arshin. 8 melaçe të mëdha e mbajnë arshin Allahu xhelalu dhe rënkojnë nga rëndesa e arshit. Siç ka thënë nga pejgamberi alayhi salatu wasalam, rënkojnë nga rëndesa e arshit. E sa është i madh Allahu xhelalu ala subhanahu wa taala. Pastaj ka thënë wa midad kalimati. Dhe sa ngjyra me të cilën shkruhet fjala e tij. Ja, sa ka ngjyrë për me shkruajtur me fjalën e tij? S'ka ngjyrë që e shkruan fjalën e tij. S'ka ngjyrë që e shkruan fjalën e tij. Andaj ishte i kujdesshëm, alayhi salatu wassalam, që gratë e veta ti mësonte në dhikr. E na çka i mësojna? Kur vina sava, a ke bo çajin? Se pas ke bo midje mekin. Apo, delehi ket muhabeti, çka sillet rreth kuzhinës. A ke vetëm a e falë sabajin? Nuk po him vullnetare, kjo vullnetare që ka bëu sa me grynë vet. A ke fal drekën? A ke fal ikindin? Apo, pejgamberi alayhi salatu wasallam ka bëu namazin për pastërtisë. Për pastërtisë. Si ka mundsi një njeri me net rahat me grynë vet, nëse ai nuk e di a është pastruar ajo. Apo, nëse ne Allahu na ka ndaluar me flet me gratë kur e kanë ciklin. Cikli çka? Përzirje e gjakrave, të papastër dalin jashtë. E pastron Allahu xhelalu ala. Që ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasallam, këta e ka shkruajt Allahu grave të bijve të Ademit. E ka shkruajt grave. Mirë, nëse është e ndytë, aso shkenca ka vërtetu qindra smuje nëse njeriu ban marrëdhënie intime në cikël. E krishterët çka bën? Jehudit nuk hajnë, nuk pinë me ta. Krishterët nuk e morin parasysh. Na musliman, krejt i bajna, nuk bajna marrëdhënie. Pse? Sepse del gjak i lig. Apo, mirë. Nëse gjaku i lig del, edhe ti e ki haram me prekat gruaja. Dhe ka ndëshkim nëse ti ban marrëdhënie intime me ta. Apo, e tani, nëse ajo s'falet, ka llopi i mbrëmshëm është i palag. Si ka mundsi njëri me pas kontakt, andaj duhet me kanë të kujdesshëm me gratë tona, me net hazër, çu falë namazin. Çu banë dikër Allahu xhelalu ala. Apo, dhe nuk kushton kur gjë gruaja duke e baje mekin e duke punu me përmend Allahu xhelalu ala. Apo me shlu Kur'an, apo me lexu Kur'an, e kështu me radhë. Kjo ka qenë prej traditës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu pejgamberi alayhi salatu wasalam u ka lecuar grave të veta adhurimet. Në ditë për ditë dhe thot Aisha radiallahu anha, kemi qenë në Qabe, edhe i thash pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ja Rasulullah, po du mu hi me fal mrena në Qabe namaz. Apo shumë për njerëzve normal mendojnë se është vlerë e veçantë me hi në Qabe me fal namaz. Kur shkojnë haxhillok, thonë çka ka ati mrena. Kur gjon s'ka. Kur gjon nuk ka. Allahu ja as pje ka ndresh dora njerit. Ibrahim alayhis salam pastaj është renovuar. E çka ka ati mrena? Kur gjon nuk ka. Pse është e shenjtë ajo? Shtëpia e shenjtë se Allahu ja ka bë kible. Apo, nëse i ti mrena, nëse supozon se ti ke me pa doni muze aty apo doni diçka e cila nuk ka kur gjon. Apo, edhe thot, i thash, ja Rasulullah, po du mi fal. Apo, po mësam ka hin Qabe kur e ka shliruar Mekën, ka hin mrena i ka fal 2 recate. 2 recate. Mirë, po dietar kanë diskutuar tani, këtu nuk kemi një juridik, dietar kanë thënë veç nafile lejohet mu fal mrena në Qabe. Nëse ta mundson ndonjëherë. Allahu xhallah, rradha jo mundsohet, gati heq vetë sultanat aty aty mrena. Ajo çfarë vlerë ka? Kanë thënë preferohet se e ka fal me mësam vetëm nafile. A farzin s'ban me fal. Pse? Sepse s'drejtohesh ka kibla. Ajo kibla duhet me dal jashtë për mu fal ka kibla. Atëherë çka i tha pejgamberi alayhis salatu wasalam, tha si dush mu fal mrena, falu te hijri i Ismailit. Ka thënë, kjo është pjesë e shtëpisë. Apo hijri, kush ka shkuar në hax apo e dinin, e keni pa në televizion, është një pjesë rreth çarkore, ajo është pjesa e oborrit Qabës. E pse më ka thënë, a do me i mrena po? Ka thënë falë që tu nisoj e ki. Pse? Ka thënë kjo pjesa o kon mrena. Pastaj arab Kurajsh e kanë nxjerr oborrin jashtë. Kjo çka argumenton? Se pensam ja ka lecu, ka thënë mosin tash atje mrena, do mund ngatru zahmet, falë që tu, apo kanë thënë dietar, letsoja ku mundesh me ja lecuar. Letsoja ku mundesh me ja lecuar. Thot Aisha, hadith tjetër, nga pejgamberi alayhis salatu wasalam, thot nuk ka pas ndonjëherë pejgamberi alayhis salatu wasalam zgjedhje mes dy punëve, njëna më e lehtë se tjetra, vetëm se na ka thonë banesh këtë më të lehtën, nëse sa kon gjuna.
Po nëse janë di mundësi, tu dijat janë halal, tu dijat janë mundësi e Zotit, njëna më e lehtë se tjetra, jep ja më të lehtë. Apo mos e rano bashortën dhe mos e rano familjen. Kjo ka qenë prej traditës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu pejgamberi alaihi salatu wasalam i ka edukuar gratë e veta në mesatari dhe në mbajtje të ekuilibrit në dhurim. Çi shibje kjo? Në ditë për ditëve tregon Enes ibn Malik radhiyallahu anhu. Ka hyrë në xhami pejgamberi alayhi salatu wasalam, edhe ka pa një litar, klith. Edhe e ka pa kështu të mbajtëm mes dy drunve. Se xhamia pejgamberi ka qenë e bëme me prej palmave. Apo ka qenë xhami e thjesht. Edhe ka pa një litar. Edhe ka hyrë pejgamberi ka thënë ma hadha al-hablu, i kujtë çkilitari, kush e ka ngjitur këtë litar këtu? Edhe i kanë thënë sahabët, ja Rasulullah, ky litar është i Zejnebit, gryes vet. I Zejnebit, gryes vet. Ajo po falet në xhami natën, namaznate, edhe kur po lodhet shumë po mahet në ta. Apo kur e shlon takati mahet në ta. Tha sa halluhu, zgjidhe, liroj. Apo li yusalli ahadukum nashata. Ka thënë të falet njëri për juve sa është i kthjellt. Apo e kur ti vjen pllokshtia, kur ta kape dembelia, let ulët. Apo në transmetime tjera ka si falet njëri për juve kur nuk oj kthjellt. Ka mundësi do me lut Allahun diçka për vetje, lut kundër. A ke pa kur jeni mjegull? Nuk nin, nuk sheh mirë, apo edhe i shlon fjalë ashtu, nuk i ndjen. Apo andaj tha pse zgjedhë. Kanë thënë dietarët, që ka përmendur Imam Nevoiu, ka thënë i ka mësuar gratë veta në balancë. Sa ata kanë pasë, pse e do namazin, e do mu fal nat gjatë. Mirë po, jo kur nuk të punojnë sy. Jo, kthjellu, apo kur të vjen gjumi flej, pastaj pusho e pastaj merre hisën tanë të namazit. Kjo çka argumenton? Pejgamberi alayhi salatu wasalam e dinte se njeriu s'mundet që kaq. Andaj ai njeriu te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i tha ja Rasulullah, kam qef të agjeroj shumë. Edhe sa po të dhu me agjeru. A unë po du me agjeru ditë për ditë. Tha ma, shumë është. Asa i tha, agjerimi ma i mirë është agjerimi i Daudit alayhi salatu wasalam. Një ditë ka agjeru, një ditë ka e ka prish. Një ditë ka agjeru, një ditë e ka prish. Apo? Edhe këj ka provue, mi për mësem ja ka thonë si këshilë, ka thonë farz, apo? Se lejohet njeri me agjeru ditë për ditë, jashtë Ramazanit. Kura plak, ki sahabi, thot mjeri jone, si kur ta kisha gu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Apo njëri ka thot, jo unë muj më shumë, ama mundesh më shumë, po s'mundesh më gat. E pejgamberi tha, Allahu e don një vepër pak gat, nuk ka ne gat. Andaj tha, balancoje veten. Nëse s'mundesh shumë, tash s'ka nevojë ti mu lidh me litar. Njëri më thon, lidhom nëse unë s'kam çef me prish namazin. Jo, zgjidhu. Shko flej, shko pusho, pastaj kur qetësohesh, hajde dhe fale. Kjo ka qenë prej traditës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj thot Aisha radhiyallahu anha, një ditë prej ditëve ja përmena një gruje pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, e cila e kishte emrin El Haula e bija e Tuwaitit. Një gruje prej grave të arabëve. Dhe i thash ja Rasulullah, a keni për këtë gruje? Tha çka puna saj? Tha tan natën falet ja Rasulullah se na liç. E ka përmend si vlerë. Tha tan natën falet se prish hiç. Veç falet. I tha pejgamberi alayhi salatu wasallam, la tanamu al-layl me kritik. Tan natën tha falet, tan natën me këtë tonacion të kritikës. Tha tan natën falet, pastaj tha, merrni pe veprave sa keni takat. Sepse pasha Allahu nuk mërzitet derisa të mërzitni. Apo njëri thotë unë muj, s'munësh se të ka kaduzi s'munësh. Apo ti doget një herë kita kat, apo keni pa taravia kur janis, një orë plot, pastaj të shku, apo një herë merr një pushim, pastaj kthehet prapë, se kështu e ka pa Allahu takatin e njeriu. Çka tha alayhi sallallahu alaihi wasallam, merrni pi veprave sa të keni takat. Çfarë do të thonë? Maje mesatarien. Andaj çka tha? Ta natën, pra e mohoj. Nuk van kështu. Pastaj tha, Allahu nuk mërzitet. Ti janis mu fal. Edhe Allahu kthehet ka ti. Kur kthehet Allahu prej teje, kur të kthehesh ti. Mirë, nëse ti thu, unë kam takat 72 orë s'nal na hiç. Apo 72 orë për cilë Allahu xhelalu ala. Ama ma 72 çka kemë bë? Kemë ra. E Allahu nuk vjen.
Andaj tha alayhi sallam, Allahu nuk mërzitet derisa të mërzitet në ju. E kur të rrini përpara Allahu xha do të më kanë kthjell. Andaj kjo është prej traditës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj një ditë prej ditëve thot Aisha radhiyallahu anha, më tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, veprat më të mira te Allahu janë më të vazhdueshmet. Edwamuha. Ti ai thon ana davam, se do të thon? Me vazhdu, vazhd me pas, ajo hiç mos mulan. Pastaj tha alayhi salatu wassalam, wa in qal, qoftë edhe pak. Qoftë edhe pak. Thot njëri prej dietarëve të muslimanëve, pse e ka preferuar pejgamberi alayhi salatu wassalam veprën e pak me kohë gjatë? Ka thonë për dy arsye. E para prej tyre se ai do ta lën 100%. Do njëri i cili merr shumë punë, keni vado bëma kat, apo thot ki 100% e le. S'ka ta katë, po sa më njeh njëri. E ka kallzu Allahu xhelalu ala. Atë thot ai e le. E kur ta laje, an sikur më kthi shpinën. Për shembull njëri për shembull ke pa sa ke ç'është për një njeri nëse thuhet kështu, u fal ke tash sfalet. Ke pa sa ke tingëllon? U fal ke tash sfalet. Edhe në nafile mu kanë është saket. Për shembull njërin të një, ta supozojna fal 5 vak, s'fal taravia. Edhe thu valla, ai u fal ke përpara taravia tash s'falet. Pra kjo kritik. Apo njëri thot, "Pa ne mirë kanë fal dikur." Jo, kjo kritiko. Andaj kanë ndonjë dietar, për shembull, nuk e preferon të njeriu ta lajë në punë, se do këtë keq. Edhe e dyta, e që është shumë e rëndësishme, ka thënë, ai i cili punon shumë, edhe e le, edhe ai i cili punon pak, edhe e çon gjatë, ka thënë, i ngjan një njerit i cili për çdo ditë e troket derën, e troket pak. Ka thënë dhe ai i cili bën shumë, po pak, o zhvesh një ditë vjen e troket derën shumë, edhe mos vën kurrë. Cëllit i përgjithit Allahu? Ai i cili për ditë vjen. O Zot erdha, për ditë. Nuk ka shumë vepra, po për ditë i është prezantuar Allahu xhelalu. Për ditë i është ekspozuar Allahu xhelalu. Pra, ky njeriu është më afër me e kaplu rahmeti Allahu xhelalu. Andaj shikoj Allahu i ka pa 5 vakt. Njëri thot, a ka mundësi unë këtu ti mbledh kështu kaza apo? Ja sepse s'pa buk kaza. Hajti një 5 iftara dhe mos jo. 5 vakt në sabah, drek, ikindi, akşam yatsi, pse trokitë derën çdo kohë. Allahu don çdo kohë ta trokitë detën. Andaj pejgamberi alayhis salam preferon te gravet e veta që të jenë të vazhdueshme vepra. Asa jena na sot nevojshëm për këtë këshill pejgamberit alayhis salam. Mormi hujum, pastaj mormi hujum, e pastaj çka bëna? Për shembull, ne çka ndodh prej gabimeve. Shkojmë lexojmë atë histori diçka. Lexojmë histori. Imam Shafiu për shembull, i ka bëu dihat me ditë. Dihat me lexoj. Dihat ka thënë bismillah, e ka thënë deri në fund. Pastaj prap me na ditës. 60 hatme gjatë Ramazanit. Njëri thot valla edhe unë. Ajo Shafiu. Imam Abu Hanifa i ka bëu 70.000 hatme gjatë jetës. 70.000 hatme gjatë jetës. Tash njëri thot çish di kuptoj unë këto. Kto kuptoj vetëm për nxitje, kaç. Njëri thotë sa më lexuane, një hatme bë. Njëri thot po ti që 40 Ramazana as jasi të lexue. Ti veç muhabetit e bo. Andaj lexojnë një varëm. Ti dil se Allah me çata, apo njëri e shkon të lexon, por shembull është një dietar i musliman e ka pas domthon tradit me flet shumë pak, derisa ka ardhur historinë e tij Imam Nevaviu, ka flet 3 orë, ke 21 saat ka punuar. S'ka punuar në fabrik, ka punuar për Allah. Ka mësu, ka përhap dijen e Zotit xhelel xhelalu. Mirë, ti kur e lexon këta, tu vallahi 3 orë, apo e çka ndodh këtu? Ja ndodh shkollimi, pse? Ti flej 8 orë, më shumë mirë, e puna pastaj tjetra çka mbet. Pse? Këto njerëz janë tjerë. Ti nuk mundesh. Andaj ne këto kur i shpalosim, pra veprat e pejgamberit, veprat e grave të pejgamberit, veprat e sahabeve, ti mos marr hujum, unë ta imitoj këta, mos e imito. Ti merre vetëm për nxitje. Thuaj vallahi do të më punoj. E çish më punu? Marrë pak. Andaj pejgamberi alayhis salam i nxitës se të jenë pak të vazhdueshme. Gjithashtu prej edukimit pejgamberit sa ndan grave të tija, cila ka qenë i kanë nxit me dhën shumë sadaka. Ditëve thot Aisha radhiyallahu anha, më tha pejgamberi alayhis salam, o Aisha, istatiri min an-nari walau bi shaqqi tamratin. Tha mbuloju për zjarën i xhenemit, qoftë edhe një kashore hurme. Cop hurme. Hurme e keni pasur e vogla, tani e kemi më të freskët se i kena për ditë në për iftare. Lutë Allahun që Allahu fuqarat edhe nevojtarët i ndihmon. Dhe ne mos i harrojmë ata. Hurma, nëse e don copa, nëse e merr një copë vogël, sa jetë pisaj, ajo kit hurma një copë. Po nëse e don një copë i hurme, shumë pak.
Njerit kur ti thush ruju pizarmit me çkes vogël, shka mrumbe thot kjo. Ai zarmi i madha, shka mrum. Pastaj tha alayhi salatu selam, duke ja treguar një shembull të kësaj bote. Tha fa innaha tasuddu min al-ja'i masaddaha min ash-shab'an. Tha ruju pizarmit qoftë një cop hurme, sepse hurmeja apo e lu në rolin te i urituri, sikur që e lu në rolin te i ngopuri. Njeri kur ha buk, ushim, me çka e relakson? Me amëlzim, apo? Me amëlzim. E amëlzimi jep takat, apo? Andaj njerëzit kur janë të ugut, e s'kan vakt me hangër, morin diçka amël, që me rrit sheqerin që me i dhon pa kafat, apo? E çka ta mësam? A e ke pa që ka hurme këtë efekt? Por shembull ti, na është sunet, po tash se praktikojna, o është sunet i pejgamberit alayhi salatu selam, që njeri me prish agjërimin me hurm, apo jo me një paket, 2-3 hurme, edhe mu fal. Pastaj mu kthi me hangër. E na çish bëna? Hajna mbi herë pastaj. E tash çka ta bëjmë sa? A e ke pa hurma çfarë roli ka? Pra ta jep një vullnet. Nga se atje përzin prej sheqernave dhe t'jep takat. Ta bëjmë sa mos e nënçmo copën e hurmës. Thot Aisha, kur nuk e kom nënçmu sadakaja. Qoftë diçka të vogël. Qoftë dikujt më ia dhon një copë të vogël gotë zejtin, vaj, merë, s'kam së të shka, ufo, s'kam, që ta merë. Njoni thot, qka i duhet dhe kjo fukaras? O, mësoj e vetën me dhanë, nëse sot i ki 20 dinar, e jep 2 dinar, vallaj me ti qua Allahu 2 milion, ti qatë tradit e kije. Apo, mirë, njani së mësue, apo, njani ki pa disa dhënë, inshallah o gjo ku të baj pare, kini me pa që ka me bo. Nuk banë, se si të bo as tash, nuk ndron njëri që ashtu. Mësoje, stërvit e vetën, me dhanë pak, e pasaj ku t'jep Allahu, jep shumë. Andaj, Aisha radiallahu anha, mësuan nga pejgamberi alayhi sallam që t'jep sadaka. Dëgjoj këtë rast tjetër, të Aishës radiallahu anha, që i ka ndodhur. Thot një ditë për ditëve, Aisha, hini një fukara, edhe lyps. Edhe, më tha pejgamberi alayhi sallam, jepi diçka, edhe i dhash. Kur u ktheva te shtëpia, te veni i ushimit, e këshyra sa ka met, sa i dhash, sa met, e kështu më radhë. Edhe më tha pejgamberi alayhi sallam, o Aisha, a ki qef ti, shka hi, e shka del prej shtëpisë, eksport edhe import, ketë mi dita? Tha po ja Rasulullah. Ta zojna, ja ka dhënë 2-3 copa, ta këshyri sa më kanë met të ena. I tha mësam, o Aisha, a bash ki qef, shka t'hinje, shka dale, ketë t'i kishti me vija, me majt atë vije në regjistrit? Tha po ja Rasulullah, kam qetë. Tha mehlen ja Aisha, ka dalo ja Aisha, se mos i numro, e të ti numroj Allahu gjellu ala tije. Shiko, mos i numro, se ti numron Allahu gjellu ala tije. Apo, andaj, kanë thënë dietarët, prej bereqetit të sadakajës është kur ta jepsh mos me numrue. Njani thot, po me ba me adhon këtë koletën, po s'gjen kur gjavë Allahi. Vesh mos jep me të njoftimin, qera t'jep ja krejt. Ta këthen Allahu shumë fish. Apo, shikosh ka i ta bëmësam, la tuhsi, fe juhsillahu alejki. Tha mos i njef, se ti njef Allahu. Ti kur i lut Allahu gjithu, o Zot jepëm. A ki qef me ti njemi, thonë, maje që këtë 1 dinar dhe s'ka ma. I thu, shlo ma o Zot bereqetin. A do me ta shloja u fukarave. Apo, shloja u fukarave. Imam Bukhariu, a pëqini qëto rasi që e në dhe kalzuna? O dhe zërë, ketë meritën i pari që ka e ka qëtu, e ka që ki njeri që ka quët Muhammed ibn Ismail el Bukhari. Se mus më konë që ki njeri që kish më ledh, na piku me kalzu. Qa me kalzu? Me kalzu pra Allah? E që ki Muhammed ibn Ismaili, i cili e ka imin Bukhariu, këtë na transmeton Bukhariu, u kri, e kaloj testin kjo. E kjo e ka pas që ki hoxha, e ka pas një tradit. Thot, vallaj, kur kum dhanë sadaka, se kum një, veç e kum shti dorën gjep, sak ka dalja kum dhanë. Sak ka dalja kum dhanë. Thot edhe, vallaj, kur s'kam met pa pare. Njani thot, rëziko që. Tamam? Sa t'jep Allahu Gjelluala. Andaj, kanë qenë tradit e sahabeve. Kur kanë dhënë sadaka, e kanë prit, ka thonë tash ma kthen Allahu, e ka ditë, tash ma kthen. Shiko këtë bindje, ta kthen Allahu Gjelluala. Andaj, një rast tjetër, që i ka ndodhur pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thot e pretin ditë për ditë pejgamberi sa një dele. Edhe e shpërndajti. Edhe met diçka. Edhe e mor Aisha, e futi në shtëpi. U kthyi pejgamberi alaihi sallallahu alaihi wasallam pas e kryti atë organizimin e asaj shpërndarje, edhe i tha, o Aisha, çka met? Pia sa shka met të shtëpia. Edhe i thash, ja Rasulullah, kam me vesh një copë shpatulle.
është një copë kamet. Atëherë i tha pejgamberi alayhis salam, kulluha qad baqi. Kejt pas kamet o ja ishe pos që sa i shpatulle. Ha? Kejt pas kamet pos që sa i shpatulle. Te pejgamberi sa ekziston një lloj ekonomie tjetër, një lloj llogarie tjetër. Cila është ajo? Ajo që ka shkon te Allahu pas kamet. Që tash tana kena me hangër këta edhe e gjujna me turim. Cila kamet? E cila ka shku? Shkon këtë çka e ha. E meta është ka e ke dhon. Apo shkon kjo çka e ke nal për veti, apo edhe mbetet te Allahu xhelalu ajo çka e ke dhon. Atë tha Allahu te bareke ve teala në surën Nahl, ma indakum yanfadu wa ma inda Allahi baq. Çka met te ju, ajo harxhohet. A ka me dënjani vëzër pa u harxhuar? A ka doni shtëpi pa u harxhuar? A ka me dënë njëri këtu pa u plak? A ka dikush që i nal vitet e veta? Ka dikush që siguron ekonominë e veta? Shikoni bota, pini me 945-ës, apo pini me 913-ës kur ka nis luftat e para dhe ditë botërore, çfarë thanë bota? S'ka më luftë. S'ka më luftë, ç'është thanë? Paqe ndërkombëtare, diplomacie kështu me radhë. Por nuk ndodhi vëllezër. Tash analistat sa ta çelës televizori, sa ta çelës në një analizë. A di çka do bë? A tu krisë sa tu krisë treta. E pse vëllezër? Sepse thot Allahu te bareke ve teala, çka është te ju harxhohet ajo. Jeni koprac, era koprac. A dhe tu e rujt për veti, shkaktohet lufta. A dhe tha pejgamberi alayhis salam, kret pas ka mbeto ja ishe veç që kjo shpatulla. Ç'kjo shpatulla? S'mundet kjo na shka ana me shkut Allahu te bareke ve teala. Kjo ka qenë prej asaj çka i ka edukuar pejgamberi alayhis salam gratë veta. Për edukimit, cila ka qenë pejgamberi alayhis salam ka qenë shumë i dashur te gratë veta. Andaj kur ka dek pejgamberi sa kanë pas shef me ditë cila gruaje vdes e para që me shku në ahiret te pejgamberi alayhis salam. Edhe thot Aisha na ka tregu pejgamberi sa, mirë po jo ka tregu pak me alegori. Pra është ka i thënë ana me temsil apo tërthorazi i themi ne. Tërthorazi pra jo drejt për drejt. Thot Aisha një ditë për ditë tha pejgamberi alayhis salam, esra'ukunna lihaqan bi atwalukunna yada. Tha alayhis salam, ma e shpejta që vjen me mua masi të vdesune është ajo që ka dorën më të gjatë. Kush e ka dorën më të gjatë? Thot Aisha, na nuk e morën vesh. Thot fillum ti më të durt. Cila e ka dorën më të gjatë? Çajo shkon te pejgamberi sa e para. Thot edhe na dul se gruaja Saudeja apo e kish dorën më të gjatë. Mirë po thot neve na u ngatru se Zejnebi vdiq e para. Atëherë thot u nalëm dhe tham, jo. Përsa me pas ka pas për qëllim sadakajën e asajna. Sepse ka qenë e pajtuar mesin e gravet përsa se mas shumëti që ka dhanë sadaka ka qenë Zejnebja e bia Gjahshit. Zejnebja e bia Gjahshit. Andaj shikove përsa ka dhanë, kush e ka dorën më të gatë, që ajo vjen të une e para. Apo? E ato kanë kujtu si dora, jo dora. Kush e shtrin më gatë, kush e shtrin, apo? Shiko, e ka përdojë përsa dorën e gjatë se i mërin kejtëve mi u dhanë. E mërin krejtve me jodar. Andaj, pejgamberi ka përdorur domon forma edhe alegorike për ta ngjall trunin e njerit. Andaj shpesh pejgamberi alayhis salam para se me u kallzu dikujt në dëni ngjarje apo dëni fetva e ka vet. I ka pyet sahabët. Ka thënë kush e di pi juve çeta? Por shemi ka thënë sahabëve, cili pi juve e di cila pemë ngjall muslimanit. Apo o kanë folën ato vetan apo si ka shku menjat e palma, se palmën e kanë pas aty apo edhe thot Abdullah ibn Jaberi, mu më shkoj me një të palme, po thash hajtë se baba jam këtu më s'foli. Edhe kanë shku të shtëpia, edhe kanë një njerëzit, muhabet. Edhe kanë thonë, tash cila ka medal. Atëherë thot Abdullah ibn Jaberi, u kallzue nga ana përsa se është hurme, palme. Që është e fort, stabile, jep, fryte janë të amla, kjo i ngjan besimtarit. Mirë, pse ban të pyetje? E ki pa kur e vetë dikan? Shumë di thu, ta zonë një pyetje. Kur format e kuizit. E kjo e ngjall menë, tash ti kur e shtrin ata, e shtrin menë, apedi, aspedi, kur t'ja kallzoj gjevabin, edhe sot është e vërtetuar në pedagogjit që mësohen për si me shtrin informat të nxënësit, çka thon, e ngjall me pyetje. Ja bën do pyetja, i thot, ai dia se di, kur t'ja kallzojsh i ngjitet drum. Këta e ka përdorur metodologji pejgamberi alayhis salam. Pra vetë sa më ka thënë dorën më të gat, tash ju merrni vesh atje, pasi të desone e kuptoni se cila i bie ma e sakta. Gjithashtu prej edukimit që e ka bërë pejgamberi alayhis salam grave të veta, cila ka qenë edukimi i mos të folurit pa dije për Zotin.
I ka eduku mos folni për Allahun pa dije. Një ditë për ditëve, thot Aisha, hadith e ka nxjerrë Imam Muslimi, thot u thirr pejgamberi alayhis salam në një xhenaze. I kishte ndru jetë një fëmijë, njëri prej sahabëve, ensarve. Fëmia, apo. Edhe thot, thash une, Aisha radhiyallahu anha, thash i lumi aj, apo ka thënë se xheneti i kofta tina. Zog pi zogjve të xhenetit. Problem sa me kanë thirr, hajde ja Rasulullah, se ka dek fëmia filan sahabës, fëmijë i vogël. Thot Aisha, kur më tha fëmijë, thash i lumi aj, zog i zogjve të xhenetit. Kur s'ka bën vepra të këqija. E më tha pejgamberi alayhis salam, apo diçka tjetër o Aisha? Pse po fol pa di? Kush të kallzoi ti sa zog i xhenetit? Tha apo diçka tjetër o Aisha? Allahu xhelali ka kriju disa njerëz për xhenet, e disa njerëz për xhenem, dhe tuti palët e di çka kanë me bëhe. Apo edhe i ka krijuar duke qenë në bririn e baballarëve të vet, në kurrizin e baballarëve të vet. Dietar kanë thënë çiki hadith është i vetmi hadith ku pejgamberi alayhis salam ka thënë diçka tjetër nga ajo që ne e dinë. Pejgamberi sa ka thënë fëmijët e muslimanëve janë xhenet. Kujdeset për to Ibrahimi alayhis salam. Ka thënë çka hadith si më e kuptu. Pra, gati është me pajtimin e muslimanëve, me disa përjashtime. Se fëmijët çka desin pi muslimanëve. Një fëmijë muslimanit des. Shumica ulemanë thonë ajo në xhenet. Me lenin Allahu te bareke ve teala. E çka hadith çish i bie tash, kjo është i saktë? Ka thënë dietar, nuk ka mëna tjetër pos një. I ka dashur mi thon Aishës, mos fol pa dije. Çish fol për Allah. Ti po disa njerëz thonë 100% që do në xhenet. Apo rasë ndryshme, si të mos kur ka fatkeqësina. Apo thot shahid inshallah. Allah mos fol. Thuj Zoti e bof shahid. Allah andaj pejgamberi kur i niti do sahabën luftë, do thon i lum filanit vdiq shahid. Pejgamberi çka tha? Ku e dini ju se shahid? Sa njëri lufton, e lufton për më kontrime, për në hadith. Andaj e mësoj Aisha radhiyallahu anha që mos tjetë e nxituar në marrën e vendimeve, ka dale. Po, me gjithse e përgjithshme e fëmijëve në xhenet, mos fol pardije për Allahun te bareke ve teala. Gjithashtu pejgamberi alayhis salam i ka mësuar gratë e veta që ta ruajnë gjuhën, të jenë gjuhë të këndshme, mos flasin fjalë të rënda. Një ditë për ditë thot Aisha radhiyallahu anha, më tha pejgamberi alayhis salam, o Aisha, e tash apo kuptoni se ket o Aisha, se kanë nejt shumë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Mas shumë ti ka dashur të dashomi te kur vim tek problemet që i ka pas me gratë e veta, se shumë e kanë xhelozuar Aisha. Shumë e kanë xhelozuar Aisha se vazhdimisht derisa sahabët kur kanë përgatit hedije me ia dhënë pejgamberit alayhis salam, e ka ndrejt hedijen, ka thonë kam ia çuar pejgamberin. Edhe e ka përcjell. Kur e ka renin, ka thonë e çoj kur e ka me Aisha. Se ka thonë se kur është me Aisha në shumë disponim. Shikoj vetë se kanë për pik sahabët. Nuk ka që e blejta merë. Ja, ka. Do shpja gjithë moment. Shpja prit dakikin. Kur ti e do dikali, ja prit dakikin. E sahabët dhe shenë, unë e kam me dijen, po si hapë zonë moment. E priti kura ma disponim. Apo, e kura kon ma disponim, kura kon të Aisha. Ata i shkoni këtë aditët, i thash Aishës, më tha Aisha, e kështu më ra. Sepse ka qenë gruaja e ma e dashur e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Një ditë për ditë thonë, më tha, o Aisha, përmbaju devotshmërisë ndaj Allahut, tutju Allahut, dhe përmbaju butësisë. Shiko, këtë dia zakonisht njerëz të shohin kontradikt. Thot ku ti je i fortë në fe, më rolu fort. Jo, ka thënë. Shiko se ka thënë, tutju Allahut sillu but. Apo tutju Allahut mos shkel haram. Çka ki me njerëzit? Me njerëzit buzëqeshur, me njerëzit rri mirë. Çat shumë ju ka buzëqesh amrit, saqë ka thënë amri, mu mdoj ka mas shumë ti. Sa kanë vërtet. Mirë po, çat shumë ju ka buzëqesh. Andaj shikoj çka i tha, o Aisha, tutju Allahut sillu but, sepse Allahu xhelel xhelalu nuk e shlon butësien me një vend vetëm se e zbukuron, e nuk e shkul butësien me një vend vetëm se e shumëton. A ka një njeri që e dojnë njerëzit, shumë e dojnë, shumë e kanë qef me nejtë me ta, a i mrolat i ka të cerdë gata, kur s'kesh, me nëzit e ta jep dorën, po njerëzit shumë e dojnë, ja për s'ka mundësi kështu, veç dhe një si aj, a tërë po, ama njerëzit normal, jo, e dojnë njerëz më ka një hapër, i qeshër, e kështu më ratë. Andaj shka i tha, o Aisha, silu but, silu but. Pasaj tha, o Aisha, kur Allahu ja do khajrin në shpije, i ban dëbut. Shikoni,
kur Allahu ja do khairin një shpije, i ban njerëzit but. E na tu dash me kallzu burnia të kota, e tu dash me kallzu grave se na ena shumë burra, apo me burrat sokakit, ç'a vojna? E tërheq rahmetin e Allahu pi shtëpisë tande. Dhe si luput? Çe tha hoja, si luput? Se vallahi kur e do Allahu një shtëpi i ban të but. Dëgjoni tani këtë rast, çai ka ndodhur Aishës radhiyallahu anha. Në ditë për ditë thot Aisha, erdh një grup jehudive, se jehuditi ka pas kushi pejgamberi alayhis salam. Apo na me musliman jetojna, edhe se ne të mujt më bë. Gjithë ato probleme. Apo ojo mazuni ullën, ojo kështë vra, ojo për pak, vallahi jehudit i ka pas kushi. Jehudit kanë dash ata me vra për ditë. Megjithatë ka dal i pastër sallallahu alaihi wasallam. Kur zullum s'ka bëhe. Me jehudi, po ti me jetu në Izrael, çka bën Allah? Me këtë pasabër, apo jo na e dim çka bën, po ti a ki përgjigje. Andaj ti me musliman jeton edhe s'ki sabër. Va ka dalë në komunikacion, ka dalë në tolerimin ndaj hakit, ka dalë Allah. Nuk ka tokave që jotja. Hiç nuk mos ka tokë për këtë me himbor. Vallahi po. Ta japin sadaka. A e di sa çefini shkon sadaka? Mos u thot për atë punë. Andaj ngutja, hang me hang. Shiko, thot Aisha, erdhi ditë do jehudi. Kërkun leje, edhe ata janë kanë shumë njerëz, domthon me intriga, komplot gjia kanë. Edhe i than Assalamu alaikum. Arabt i thonë Assalamu alaikum, me lam, Assalamu alaikum. Paqja qof mbi ty, siguria qof mbi ty. Ata e kanë hek lamin. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum çfarë do të thonë? Vdiç, u helmofsh. Sam i thon helbit. Mirë po ata kanë menu ka thonë inshallah senin kina. Edhe ki po disa njerëz thonë ja shlova une, ja shlova vetes Allah. S'mundesh me ja shlu kërkujna. Shikoni çka tha pejgamberi alayhis salam. Wa alaikum. Edhe mbi juve. Aisha së mbani sabër. Tha, edhe vdekja qoftë mbi juve dhe ju mal koftë Allahu dhe u idhnov mbi juve. Ta mbroje pejgamberin sallallahu, se ju dukse ja këthaj shumë mbut. Atëherë i tha pejgamberi alayhis salam, hadith sa i Bukhari, sa i Muslim. Sa i Bukhari, nuk kena të kalëzur legenda. Tha, ka dale o Aisha. Kusha karshi? Jehudia. Ka dale o Aisha. Sillu but, sillu mirë, ruaju nga arroganca dhe fjala e lig. Tha i thash, ja Rasulallah, asinite çka thana? Asinite çka thana? Tha ati asumnite mu e çka thasha? Asumnite, ti vend se me më përqel mu shka bajti shkove i këshira ata çka thana? A nuk i nite se tha vdic, u helmofsh? Tha po ti asumnite mu shka thava? Tha, a ju thashune edhe wa aleikum, edhe juve? Pasaj tha për samë, mu më përgjigje doaja ati në shqipranohet. E ta shqëri fitoj këtë. A dhe kanë thanë këshira, u helmofsh. Për mësë kanë thanë edhe mbi juve. Allah i cëdhja ban kabul. Jehudije sa pejgamberi sa sallem. Pejgamberi sa. Realisht, ata kush, andaj tha Allahu u gjellu ala, wa la jahiku mekru sejji, nuk e kap kur tha e keqe, pos atë qka e ka bëhe. Te nam po thënë, kush e qelë gropën për dhajt vetë, bje vjetë. Kjo është regull kuranore. Apo dhe Arab të kanë pas. Kush e ban kur thënë, bje vetë, e kanë gjujt mbunar vllaznit e Jusufin, e kanë ra mbunar vetë. E sot Jusufi o burri maj madh që përmenet një histori, e ku jam dhe, e me të vetë ashtu në ti të veti. Qishe ka vllai Jusufit emni, njani për të në. Qishe ka? Po nuk e diti që ka. Se ata edhe munujt me gjujt Jusufin, Allah e kanë zirë Jusufin. Vallaj nuk ban dikush kurth, vetë se ja këtër Allah u gjelua kurthin, vetë sabër. Qka i tha? Ka dale o jajshe. Pasaj tha pejgamberi alayhis salatu wassalam, Allahu nuk e don gjuhën e lig dhe nuk e don arrogancën e të folur. Zënë Allahu gja me këthije me të keq. Kjo ka qenë prej sjelljes të cilën ja ka përhap pejgamberi alayhis salatu wassalam dhe ja ka shtrije njerëzve të vet, familjarëve të vet. Gjithashtu prej sjelljes të pejgamberit alayhis salatu wassalam, të cilat i ka përhap te pejgamberi alayhis salatu wassalam te gratë e veta, është se pejgamberi alayhis salatu wassalam i ka edukuar që mos të bëjnë disa gjeste sa të syni njëri do këtë vogla. E ditë për ditë thot Aisha, ja imitova një njëri pejgamberit alayhis salatu wassalam. Hakejtu lehu insanan. Hakejtu është kur je konti me një vend edhe ke pas kontakt me dikan. Edhe tash vjen për ati venit edhe do mi kallzu. Edhe thu,
kur t'u qu qështu, e kur tha qështu, e levizi qështu, apo, sa i thënë imitim, apo aktrim. Ti e aktron sjelljen e atina. Edhe mi njëherë reagoj pejgamberi sa. Tha, une s'kam qef me pas kështu për i dunjajës. Ro shumë pasuri me më dhanë, s'kam qef me imitu dikun qështu. I po disa një, për shembull, kjo zakonisht përdorur për ironi. Thot, zakonisht njerëzit thot, kur t'u quë e tha kështu, e kur t'lëvizi kështu, e kur t'a ngrejti dorë, çka e ka për qëllim? Ta nënçmoje. Thot, unë ja përshkruaj tani ditë qështu, një njeri pejgamberit ton alayhis salam tha, mos e përshkruaj. E ka urrejt pejgamberi alayhis salam me ja imitu dikujt gjestët. Apo njëri thot, a e ke pa be çish hec, hasta të kallzoj. Mos kallzoj hiç, mos kallzoj. Pse? E urrejn Allahu xhelalu ala. E urrejn. Edhe apo imitimi i zanave. Ki pa thot, e kam një dos çështu fol, mos kallzo. Pse? Sepse e ka urrejt pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu pejgamberi alayhis salam i ka edukuar gratë e veta që gjatë trajtimit ndaj njëra tjetrës t'jenë tolerante. O përdo pejgamberi sa shpeshher ka ndodhur rast, për shembull një ditë për ditëve ka marrue njëra prej grave të pejgamberit sa Yemek, edhe ja ka çuar pejgamberi sa në shtëpi. Ka thënë hale, e kom prej meje, apo thuaj që ka qenë Zenebia. Edhe Aisha, ai hizmeçari që e ka pru, e ka shtyj ata. O e ka rrezua enën. E ka rrezua enën. Edhe pejgamberi sa u ka ulë kam ledhë enën. Aisha për xhelozie se ka bëu këtë. Tash ajo ka pru mua në rrenin tim, ma ka prua ushim, apo edhe ka xhelozu. U ka thjena, e ka marrë pejgamberi sa me ka mbledh. Edhe e ka mbledh ushimin. Edhe i ka thonë Aishës, ama një enë tjetër. E ka thirrë këtë çortori, ka thonë nalu pak, marrë këtë enën, çoja gryes të imazaj tjetrës. Ja ka thjena, apo në këtë rast si ka vepruar pejgamberi, ka thonë këtë xhelozia u ka shkruajt Allahu këtë në grave. E ka shkruajt Allahu, ka thonë që shtë janë të baru me këta. Apo, andaj që ka tha alayhis salam, bane provove me drejtu grujen, e shlën, s'mun është me majë, s'mun është me nejtë me ta si burë. Ajo gruje, ka të metat e veta, ka kapimet e veta, ti duesh me toleru ata. Pse duesh me toleru? Qështu, me ta thiti gruje qështu parasive. Apo, e ka transmetime se ka pas misafir. Apo që vëra më ti e ka pruaj gruja tjetër. Apo, edhe kjo pi xhelozis, e ka thije. A rasti tjetër, që i ka thonë, ha, i ka thonë Aisha, i ka thonë, ha, se e marrë këtë Yemek, ta gjujnë fëtirë këtë. Edhe ajo, ka thonë, sham të dash me angër. E ka morë Aisha, e ka gjujnë fëtirë. Për mësëm ka kesh, ka thonë, merë dhe ti gjuja. Këto raste, i ka menagju për mësëm si, kjo pjesë e edukimit. Apo, njani për që më thotë, shkave kjo pa kryp, 3 ditë si fol grujës. Nuk shkon kështu. Nuk shkon kështu. Janë disa gjëra që dush me të i kaluë. Apo, xhelozia e grujës për tyje, dush me të i kaluë. Apo, për shembull njani tha, vend thot, o gjo, gruaja ime e mohon ajetin që Allah e ka leju 4 gra. Thash, a je sigur që e mohon ajetin? A ti që të mund me mohu ajetin? Mu bo qafir. Ti dhu që kja ajet së mbëlqenjë muhe. Kjo i beset ti e shka që të rekomend këtu. Apo, sa shpesh shkrujnë, qisht mi kalzu në grujës teme se kjo, ja, kada. Ti ti përzi e këto do më dhënë rrymat. Kadal. Ajo është gjeloze. Erdi njeri të Imam Shafi'iu. Tha o hoq, po du me martu ditën. Apo, po du me martu ditën. Tha s'ta preferoj. Nuk o ki njeri i pazarit. Imam Shafi'iu. Një nga 4 ulemat e mdoj. Tha s'ta preferoj. Kemi një herë reagoj. Si kësakonish, apo? Tha po pejgamberi alayhis salam ka pas ma shumë se një gruje. Apo? Tha po. E Imam Shafi'iu tha, a je tha ti drejt si pejgamberi salam? Ti i e mvi si pejgamberi salam, si e hin hak, ja jep këtë dhe hakin. Po ti një gruje me gjithse e ma. Allahu a'lem sa përgjësin këna me dhamë për para Zotit Gjeli Gjelalu, për hakin që e këna shkejnë atynë. E që ti me në ndi, apo mirë, me ta bo që shtu ti të gratë, me ta morë me ta thijenën. është një kap të dhja të rejna. A nuk shkon ashtu. Andaj, tolero, sepse kjo ka qenë pjesë e edukimit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu pejgamberi alaihi sallallahu alaihi wasallam për edukimit që ka pas me gratë e veta, cila ka qenë e ka pas tradit pejgamberi kur ka ardhur natën, s'ka hi me paparëlemrim. Shumë se ka pas rrugë gjatë edhe ka ardhur, pejgamberi e ka prit ose muzbard apo ose ka hi ditën. Që nëse ka ardhur ta zojmë 3 natës, s'ka hi në shtëpi. Pse? Sepse ti çapo do me kallzu kur hin 3 natën. E ka ndosi si të met këta, apo? Thotë du ta zonë. Ç'do me zonë?
Çka do më thon? Gryën tane, xhelozon te gryja jote, dyshon te gryja jote. Kjo smuj valla. Smujën tane mos e ban fej pastaj. Për sa më ka bë, mos hini natën te gratë juve. Pse? Na të bot me hin natën, apo megjithëse dietar kanë thënë, kjo ka qenë traditë te arabët që gruaja s'ka pas çefti me zon çdo gjendje. Për shembull përpara ka udhti 1 muaj, 2 muaj, 3 muaj, ka udhtu, edhe ajo për shembull kurse ka burrin, normal se nuk është e zbukuruar edhe nuk e trajton veten njësoj. Pra për shembull ju ka thënë hapësirë, pra mos hini me hujum. Mos hini me hujum. Hini me, apo paralajmëroje. E dietar kanë thënë sot çka vlen telefoni. Apo telefoni ja thot, unë shkoj drejt te himrena. Pse me himrena? Ka thënë jam të ardh. Po përgatitur. Apo andaj nuk njëri duhet të mos ka disiplinuar. Ti musliman. Muslimani s'bën me bë, çfarë të sot nuk i takon. Gjithashtu pejgamberi alayhis salatu selam për traditës që ka pas me gratë e veta, një ditë për ditë pejgamberi alayhis salatu selam çohet natën, edhe del kush akon Medinë, ka bë hax, Allah na mëson me bë hax, janë varrezat e Baqiut, varrezat e sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe thot Aisha, i ditë për ditë ra me flet me pejgamberin alayhis salatu selam, edhe unë u bana kishë kom flet. U bana kjo gruaja. Porcell, ban gjëra, kjo Aisha është. E gratë tona, apo njëri thot, ma porcell o gjë telefonin, po punë e madhe. Unë të porcell telefonin. Pse ka diçka që zot me pa ajo atje? Apo a ban me ma porcell telefonin? Po ban me atë. Bileti, domthon, si ka mundsi, domthon, ku është transparenca? Nëse ka diçka se si takon me pa diçka tjetër. Ka keni privatësi, zot me pa, në rregull. Thot Aisha, unë marrova se jam do flet. Edhe për mësam, kur jam mur menja se kum flet, u qu ka dale. E msheli derën ka dale, edhe dull. Tha dhe une, mlova, edhe dole mas. Kësaj menja i ka shkon ajde dhe një gruje tjetër. Qështu janë? Qështu janë dhe qështu të shmi pranue? Mos të nëta me ndruhe. Tha dhe i shkova mas, nuk hini të as njana. Shkoj të vorët. U lut gjatë. U ka bëj istighfar për sahabët që kanë ndekë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe tu kthie, thot unë vrapova më shpejt, hina mrena, edhe prapë u bona kisham do flet. Ti më e pa grën tonë çështu. Thot çish ti ai të marru deri shtasha? Po pa të marru se so po kiameti. Se ka mohu Allah dhe vezam, ti të ka mohu. Apo është normal. Edhe thot prapë marrova se jam do flet. Edhe pëmsa me ka vërret. Ka thonoj Aisha, atë kapin e xhelozia? E ghirti, kapi xhelozia. Tha, unë i thash ja Rasulullah, e ku mos me pas xhelozi për çiftin tan? Ti i dërguari Allah, po ti je i lakmueshëm, ti je i dërguari Allah. Unë të lakmoj ti, normal se edhe jam gruaja jote, edhe xhelozova. Atëra i tha mëson, o Aisha, atë pas ka ardhur shejtani jota? Shiko. Atë pas ka ardhur shejtani jota? Apo tha i thash ja Rasulullah, a ka mundë shejtan me vetja? Tha po. Tha ja Rasulullah, a çdo insan ka shejtan me vetja? Thash po. Tha i thash ja Rasulullah, a edhe ti ki shejtan me vetja? Tha po, ama ky jemi o dërzuar. Kjo jemi o dërzuar. Më ka nimu Allahu mbi ta. Ai s'mund të më nxit për sherr. Atëherë pejgamberi alayhis salam, domthon me një lloj butësie i ka thonë, çka gjet? Pse deshte me kontrolluar? Pse merr dhe pas? Thota, ti ke veçaj terrë që mu duk mua që po lëviza, edhe e ka shty pak në gjoks, si lloj çortimi. Apo e ka thonë, kallxo se më kallxon Allahu. Ti e di, kallxo se më kallxon Allahu, edhe pasaj ka thonë, po ja Rasulullah, unë e kesh, çështu ndodhi, atëri ka thonë, o Aisha, a tutesh se të banë zullum Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Unë kam në rejnin me ty. Unë dola për punë tjetër. Çka të ka shku? Andaj ka ndodhur rast tjetër. Thot Aisha në ditë u çova pi xhumit, lip me mëson sa. Më një herë menja dikun tjetër. Tha kur u çova, ja preka kam diçka të fal. Tha ku më shkoi menja, ku i shkon ai? Ku më shkoi menja mua e ku i shkon ai? Sallallahu alaihi wasallam. Atëri i thash, ja Rasulullah, çka ke puna? Tha merr Xhibrili dhe më tha, çu lutu për shokët e tu që kanë ndek në varrezat e Baqiut. Atëherë edhe mësoi pejgamberi alayhis salam Aishën se kur shkohet te varrezat e Baqiut, çka më tha? Dhe duhet më thon Assalamu ala ahli ad-diyar min al-mu'minin wal-muslimin wa yarhamullahu al-mustaqdimin minna wal-mustakhirin wa inna insha Allahu bikum lahiqun. Atëherë mësoi pejgamberi alayhis salam, më një herë nuk e trazoi çështjen, ta kur shkosh te varrezat, thua Assalamu alaykum
selami qoftë mbi këta njerëz që rrinë këtu prej besimtarëve dhe muslimanëve. Allahu i mëshiroft ata që kanë shkuar më herët e ata që do të shkojnë më vonë, edhe ne me lenin Allahu te bareke ve teala do të shkojnë tek ata. Kjo ka qenë prej traditës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ka dhe shumë raste por se koha nuk na premton. Me rezumeja është se pejgamberi alaihi sallam ishte shumë i zellshëm, shumë i kujdesshëm, që të përcjell te familja vet dro dhe frikë prej Allahu xhelalu ala. Ti tutën Allahut dhe të jenë të sjellshëm me njerëz, dhe të jenë të butë me njerëz, qoftë ajo edhe me jehudit. Elusmi Allahun te bareke ve teala që Allahu na drejton neve, i drejton familjet tona. Elusmi Allahun te bareke ve teala që Allahu na ban model sikur që e ka bë pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam. Elusmi Allahun te bareke ve teala që kudo që kemi çelluar, Allahu na shpërblen, kudo që kemi gabuar, Allahu na fal. Elusmi Allahun te bareke ve teala që Zoti xhel xhelaluhu musliman kudo që Allahu të ndihmon, fuqara, skamnor, nevojtar, bonjak, jetima të veja, Allahu të mbulon. Elusmi Allahun te bareke ve teala që Zoti xhel xhelaluhu veprat tona të mira Allahu t'i ban qabul, të ligat Allahu na ishlyen. Aqulu qawli hadha واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب